Besimtarët musliman në Kosovë dhe mbar botën po kremtojnë sot festën e Fitr Bajramit. Kjo festë vjen si dhuratë shpirtërore pas muajit të shenjtë të Ramazanit, gjatë të cilët besimtarët agjerojnë dhe shtojnë adhurimet e tyre. Manifestimi qendror për festën e Fitr Bajramit u mbajt në xhaminë e madhe në Prishtinë, duke filluar me faljen e namazit të sabahut, të cilit i priu Hetem Efendi Sobjani. Ligjërat tematike kushtuar kësaj feste u mbajt nga Agim Efendi Hyseni, antar i kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës. Thuaj o Muhammed, vetëm mirësisë së Allahut dhe mëshirës së Tij, le t'i gëzohem se është shumë më e dobishme se sa ajo që e grumbullojnë ata. Fjala gëzim e përmendur në këtë ajet të Kur'anit është urdhër për të gëzuar falyafrahu, për mirësitë e ibadetit dhe mëshirës së Allahut për ne. Gëzohemi që kemi agjeruar, gëzohemi se jemi falur dhe kemi kryer ibadete të ndryshme. Manifestimi vijoi me faljen e namazit të Bajramit, të cilët i priu kryeimami i Kosovës Vedat Efendi Sahiti. Hutben e Fitr Bajramit e mbajti muftiu i Kosovës Naim Efendi Tërnava, i cili përcolli mesazhe paqeje, dashurie, harmonie dhe tolerancë mes njerëzve. Në veçanti muftiu Tërnava foli për rëndësinë që Islami jep familjes dhe prindërve. Normat të cilat burojnë nga Kur'ani dhe hadithet e Muhamedit a.s. saktësojnë se një çift bashkërtor, burri dhe gruaja, janë themel i familjes. Po ashtu prindërit janë edhe edukatorët e parë të fëmijëve, duke i pajisur ata me edukat dhe moral të lartë, me qëllim që të kemi familje dhe shoqëri të formuar mirë në rrugën e Zotit dhe në shërbim të familjes, rrethit dhe shoqërisë. Sipas Islamit, fëmijët janë një amanet nga Zoti, e që ne si prindër e kemi për obligim të kujdesemi, t'i ruajmë, t'i edukojmë, t'i shkollojmë e t'i formojmë si qenie fisnike, duke u ambjellë në zemrat e tyre dashurinë për njëri tjetrin, familjen, atdheun dhe shoqërinë. Zoti Gjellëshanuhu në Kur'anin famlar thot: ruani veten dhe familjen tuaj nga zjarri. Përveç kësaj, edhe prindërit janë amanet i fëmijëve, në veçanti atëherë kur ata kanë arritur moshën e pleqërisë. Muftiu Tërnava po ashtu apeloi që të ndalen vrasjet dhe të kushtohet rëndësi jetës së njerëzit, duke marrë shkas rastet e fundit në Kosovë. Ai tha se Islami na mëson dhe urdhëron ndryshe. Pavarësisht motiveve dhe rrethanave, në Islam vrasja është një akt i ndaluar, i shëmtuar dhe është një nga gjunahet më të mëdha. Feja islame jep shumë rëndësi jetës së njeriut dhe mbrojtjes së saj. Kurani e potencon qartë ndalimin e vrasjes së tjetrit, përse në Kur'anin famlar thuhet: kush vret një njeri pa të drejtë, është sikurse të ketë vrarë të gjithë njerëzimin. Dhe kush shpëton një jetë, është sikur të ketë shpëtuar gjithë njerëzimin. Andaj, edhe një herë apelojmë për respektimin e jetës së çdo individi dhe për ndalimin e dhunës ndaj të pafajshmëve. Siç është bërë tashmë traditë, pas faljes së namazit të Bajramit, kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës hap dyert e serisë qendrore për të pranuar urimet për festën e Fitr Bajramit.